Po nuk është se pres ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Ata do të se si kanë kursyer asnjëherë kritikat për zgjedhjet, ka 30 ca vjet. Nuk i kanë kursyer, por sa reflektohet. Unë duke qenë se nuk besoj ke reflektimi, them çdo që thon ata nuk është ndaj punë e madhe. Në qartë. Mirë, ndoshta duket domethënë, thënë disa herë se unë kam trajtuar dhe ritrajtuar këtë çështje, por muri hap nga meqense foli Noka për çështjen e zgjedhjeve, thash diçka re, mund të na ketë dalë, Noka thirret aty, ky diçka di dhe tani të shpresojmë se janë disa procese në tim besoj. Domethënë, unë besoj se proceseve janë në tim kam përshtypjen, no? Unë besoj që Noka, përderisa ka qenë aty dhe nëse do të ishte një çështje, pavarësisht se ai është në betim kur merret mbytyje një person nuk duhet të flas për. Por duke patur parasysh staturën e Nokës si karakter politik. Jo karakter politik, por staturën politike, pozicionin që ka. Është numri 2 Partisë Demokratike. Dhe interesi që do kishte një çështje nëse do ishte e madhe, ai do ta nuhaste, do ta ditë për çfarë po pyetet. Edhe për kë. Dhe nëse po ja fus kotun, do ishte pyetur për një element dyshim që ka spaku për Edi Ramën, ky do ta bënte me qef një procedim penal do ta hante. Me qartë. A më kupton? Domethënë ky do të ishte shumë i lumtur ta thoshte dhe procedoi penalisht ç'lidhje ka, ama ta thoshte. E kuptoj. Pra nuk kam ndaj pritshmëri këtu. Domethënë ka qenë u ekspozua dhe Noka, bravo se dalin ca lajme edhe Noka i shkel dyert e spakut. Kjo ishte gjithë. Kjo ishte gjithë. Titulli pra po thua po u bë për titull. Okej. Mirë, shpresojmë me them vazhdimisht, shpresojmë që spaku diçka të na prodhoj me task force-ën që ngritje. Ne ndalemi tek një tjetër çështje. Një media kolumbiane ka publikuar një investigim, është në bazë të edhe një raporti cilësor, në duke përsa i përket trafikut ndërkombëtar të drogës, i cili ka përfshirë disa kompani, regjia të lutem nëse mund të më listosh kompanit pas meje, për të parë, atëre, foto tjetër. Kompanit e empresas domethënë kompanit shqiptare që janë implikuar në trafikun në Ekuador, në Ekuadori. Atëherë i bie Masabi Fruit në 2021, banane thot. Kemi Zikosha Bana King 2022-2023, Banane MC Food 2021, Alba Fresh 2023, Jordil Shah, Nuka Vit dhe Elkos Fat and Bes. Dhe nuk ka të përcaktuar vitin. Tani, ky është një raport shumë interesant, një investigim shumë interesant, i cili tregonte edhe disa nga personazhet, të lutem regjia foton tjetër, për ta parë se si shqiptarët, edhe disa nga figurat më të rëndësishme, për shembull këtu në rastin konkret përmendet Trifon Murata, i cili ka në pronësi proprietario domethënë pronari Ziko Shah dhe Bana King, më pas kemi dritar Regjepin, i cili tashmë po përballet me drejtësinë shqiptare këtu në vendin ton. Kemi Adriatik Tresa, kam përshtypjen Adriatik Tresa është vrarë në 2000 në Ekuador, 2020 thotë aty në Guayaquil. Asesinato në Guayaquil në 2020. Si dhe dritan Gjikën, një nga personazhet i cili u përfol së fumi për tonelata kokainë që thot ky investigim. Më thënë shkon deri në 4 tonë në muaj. Trafikimi i dritan Gjikës. Tani, ç'kuptove në këtë investigim, Fation, si du duk ajo se çfarë kanë shkruar, duke qenë se përmante raporte shumë interesante? Sasia e fundit që kërkova para se të bija këtu, e drogës kokainës kapur në portin e Durrësit ishte verën e vitit kaluar, një sasi prej 7.2 kg mos gaboj kokainë. 7.2? Hëngrën një 2 shoferë. A vetëm 2 shoferë të kapur? Shoferë, ku di unë i pritës. Janë shoferë kompanish kanë përshtypjen? Nga Ekuadori, po së shofer, njëri ishte shofer, tjetri ishte ku di unë përfaqësuesi një firme. Po në qoftë se këta 2 njerëz kanë mbetur të bëjnë trafikimin e lëndëve narkotike nga Ekuadori, Amerika Latine në Shqipëri, dhe më pas ta shpërndajnë gjithë Europën, që unë ngrej dur të lartë dhe them, nuk e di çfarë bën këtë vend, se dalë edhe unë bëjnë ai parë. Sepse po çfarë ndodh? Ata ne i kemi, shiko, rasti i troplinëve. Krijohet një hetim, e merr sipër pala italiane, vendos ndjenin dhe strukturat shqiptare, bën një operacion përbashkët.
pavarësisht pikpyetjeve që nuk e di nëse kemi objekt të diskutimit sot. Do ta kemi në pjesën e arrit një përfundim që shkatërrohet ajo, goditet. Dhe çfarë ndodh me këto raste të tjera? Gjitha këto personazhe këtu janë në skedarat e autoritetit të drejtësisë tuaj. Vetëm kur bëjnë një hata të madhe, domethënë vrasin, therin, masakrojnë, zhdukin njerëz, janë prenga që ka drejta në xhepin, paktën sipas drejtësisë shqiptare, organizator të kësaj ngjarje, vetëm atëherë kujtohen se droga këtu duket sikur është kthyer në normalitet, përderisa ka 4 vite, 5, që në portin e Durrësit nuk ndodh asgjë. Pse? Ja, pse? Ne funksionon aty, ka pasagjerë, lëvizin gjithkohës, lëvizin mallra, kaq. Drog nuk është kapur. Shiko. Në çfarë tham që 7.2 e fundit, ë? Do shtrojmë disa pyetje Që janë. Para disa ditësh ishte një subjekt shumë i lakuar nga ata që mundën ta lakojnë edhe mediatikisht, edhe ta përfshin edhe mediatikisht, një personazh i denoncuar shpesh si personi që luan fijet në ndeshme, që e quajnë Ergys Agasi. Dhe Arben Ahmetaj, një person që nuk është, por edhe sikur të rraja i robi aty, të rrej gjithë ditën, nuk mund të thush një gjë që ai nuk di. Se ka qenë numri 2 i qeverisë. Shkonte për ditë, kishte zyrat ngjitur me kryeministin. Edhe thoshte që ky është koordinator i Edi Ramës me krimin. Tani unë kam disa pyetje. Kush e drejton portin e Durrësit? Cilat janë faktet publike që janë ekspozuar nga gazetarë, kolegë, ka një drejtor nga mbështypja. Edhe kolegë të mi, kurajoz, që kanë denoncuar prej kohësh se çfarë po ndodh në portin e Durrësit, se çfarë po ndodh me linjat e trafikut, se çfarë po ndodh me punësimet nepotike dhe të diktuara, ndikuara nga forca e krimit të organizuar dhe lidhjeve familjare. Supozojmë që kemi ngritur një strukturë verifikuese në portin e Durrësit dhe në portat hyrëse të lëndëve të forta narkotike në Shqipëri. Te kjo strukturë kemi vendosur anëtarët e fisit që e drejtojnë, që kontrollojnë. Ky kryetari i fisit tani ka disa lidhje. Regjia tjetër mbulim duhet. Ka disa lidhje me paktën të ekspozuara publikisht dhe denoncuara me drejtues e trafikut të lëndëve të forta narkotike. Dhe çfarë duhet presim ne që këta Regjia ndroni mbulimin, ju lutem, nuk është ky mbulimi, është për tek çështja tjetër. Me çfarë duhet presim ne që këta familjarët, këta tutorët, këta që i kanë gjetur punë në robit dhe jo punës të Zotin, do të kontrollojnë dhe do të verifikojnë se çfarë hyn dhe çfarë del. Shiko, unë nuk pres që mafia shqiptare dhe grupet kriminale shqiptare dhe personazhet e botës krimit dhe me influencë në trafikun ndërkombëtar të drogës, që janë faktorizuar në gjithë Europën dhe deri në Amerikën Latine, ti kapim një ditë bukur dhe ti rrasim gjithë burge dhe ti dënojmë edhe merr fund krimi i organizuar. Unë jam shumë i vetëdijshëm që me goditjen e disa grupeve kriminale në Durrës filizat të rinj janë duke u ngritur. E mendon këtë? Patjetër, nuk e mendoj, është duke u parë. Shifet, edhe diku jepen sinjalet e para tek listat e deputetëve. Po të hyjnë disa kandidatëve për deputet, ndonjëri i shpallur edhe fitues. Dhe shkojmë të rrim thjesht me komunitetin atje në Durrës. Edhe ti themi kush e mbështeti këtë? Po parat. Çakullën si thashë theme, po ta të garantoj që ne jemi gazetarë dhe indicet i marrim për të bërë pyetje të tjera pasardhëse tek persona që kanë informacione më pas. Dhe ti pyetesh se kush i financon këta, kush i mbështet, si ka mundësi morën kaq vota. Ore kush i futi në listë një herë. Dhe kupton që aty është një zinxhir dhe as nuk kam ndonjë shpresë që do të goditen disa edhe mber fundin çdo gjë. Madje në variantin më të keq, nganjëherë goditjet krijohet dyshimi sikur bën pikërisht për të ndodhur kjo. Mjaft ju
Të tjerë duhet të ngrihen. Të tjerë duhet të ngrihen. Tani më thuaj. Raportet, por të mos shmangur pyetjen tënde, raportet që bëjnë agjencitë e huaja janë tepër koncize për disa elementë, për faktorë. Cilët janë për shembull? Nuk kanë interesa në Shqipëri, nuk janë të bleshme, nuk janë të shitshme. Nuk janë të bleshme? Jo. Agjencitë them serioze zbatimit ligjit. Okej, agjenci serioze zbatimit ligjit, po. Po them për agjenci europiane, si Eurojust, Europol, agjencitë antimafia italiane, që kanë qenë konkrete dhe kanë qenë të vendosura në objeksionet e tyre për të ndëshkuar krimin e organizuar dhe trafikun ndërkombëtar të drogës. Thën kjo Fation. Ne bëjmë diskutim, do dua ta pyes. Logjika e do që a mundet të jenë ndërprer furnizimet me drogë në Shqipëri, apo thjesht kjo që ne diskutuam që dikush kontrollon portin dhe aty nuk lejon që kjo drogë të kapet, por të kaloj? Në cilat kushte jemi ne sot? Si e mendon? Unë për shembull kamion të Banaking shoh shpesh aty, sepse unë kam edhe zyrat aty pranë portit Durrësit, edhe gjithkohës kalojnë. Tani, a mundet? Domethënë, ideja automatikisht e lidh me faktin që dikur u kapën. Po marrim rastin e kësaj kompanie, siç ka qenë apo Alba Exotica, domethënë mos gabon, Alba Fruits, që ishte arbërçekajt. Po. Tani nëse i sheh këto kompani kur kalon aty, automatikisht i mund ta lidhësh me sesin tani. Është ndërprer mendon? Po unë konstatoj gjë. Që është? Vetëm nëse hidhet me parashuta dhe me satelitet Albanian 1 dhe Albanian 2, sepse në Shqipëri ka drogë. Ka. Po ka. Ti mjafton të bësh i telefonat në zonat e luksit të Tiranës, por jo vetëm. Blloke me gjër. Në rrethet shoqërore të njerëzve që janë frekuentues e përdorues të narkotikëve, funksionon zinxhiri i telefonatave njëra pas tjetrës, se që ka një skem të tyre, edhe vjen në rekord. Të vjen bashkë me picën, ose me sanduiqin, ose me kudiun. E kam mëfluar në Po nga vjen kjo, domethënë zbret nga Albanian 1 dhe Albanian 2 përmes linjave dedikuara, unë mendoj që hyn nga portet, hyn nga aeroportet, ka hyrë edhe nga aeroportet. Janë kapur. Hyn nga pikat doganore, toksore. Hyn nga gjitha anët, por Shqipëria ditë them unë një gjë, se Shqipëria është treg i vogël, po vetë Shqipëria është e ngopur me lëndë narkotike të gjitha lloje, që në shumicën e rasteve nuk prodhohet këtu. Qartë, ne këtu ne kanabisi këtu, okay, prodhojmë, por këtu në rastet kur ka ndodhur përpunimi kanë qenë për motive shumica rasteve për përpunimin tranzit jemi, jo? Tranzit, mbetet që mbetet këtu tranzit. Një pjesë e vogël për konsumin në çfarë konsumon shqiptar. Inekzistente është kohët e fundit edhe linja me vendet aziatike ose Turqinë dhe vendet aziatike, që vjen një sasi e konsiderueshme lëndëve të forta narkotike, si për shembull sidomos heroina, dhe që ka patur goditje sporadike, për të mos thënë edhe fare. Tani ç'a ndodh? Unë shoh që edhe autoritetet e drejtësisë janë pozicionuar te këto elementi i provave përmes Skype, verifikimit, shumë ka ndodhur edhe me ndonjë bashkëpunëtor që kanë arritur ta bëjnë, por nuk e shoh atë hetimin që është në field, është në terren. Po çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Se çudim më duket. Edhe pyetja, a mbanë në monitorim që është si njerëz zyrash? Këto firma të lutem dhe një regji e firmas. Ndodh edhe një gjë, sepse nuk ka harmoni midis prokurisë dhe policisë shtetit. Nuk ka harmoni në bashkëpunim? Ore mund të ketë bashkëpunim, unë thash harmoni. E mirë bashkëpunim, po s'pati harmoni që të lidhet. Bashkëpunimi është sa për të dukur. Këto firma, a mbanë në bikqyrje sot që flasim? Po nuk e di. Ose më sakt, a do duhet të mbanë me qenë se është bërë një hetim edhe i nxjerr? Jo, duke i paragjykuar. Jo duke i paragjykuar, por analizën e rrezikut do të ishin në analizë rreziku, sigurisht që këto janë. Do ishin në vëzhgime, survejime përmes rrugëve operative, se ka nevojë të vënë GPS-in apo spionin nga mbrapa. Po ka informacione që vinë rrugë operative, ka informacione që vinë përmes metodave të përgjimit, kur ke dyshime të arsyeshme. Ka 1000 mënyra që këta duhen mbajtur në vëzhgim. Edhe është e pamundur që ti mbash në vëzhgim, edhe të mos zbulosh diçka prej tyre është. 2023 ndërpritet çdo gjë, domethënë i bie 2024, 2025 nuk ka pas gjë më. Domethënë 2023 është viti i fundit. 2-3 vende 2023-shin. Po. Edhe biles nuk është
firma që është kapur me atë sasinë 7 kilogram kokainë. Do të thënë këto ishin ato të paktën çfarë kanë nxjerrë këto në 2023. 2023. Pra ato që kanë nxjerrë ai investigimi. Po. Nuk është firma, pra është një tjetër që kush e di ku e ka çu ky. Ajo mund të jetë ka mbaruar si sasi, ka një tjetra. Domethënë, pra 2023 nuk është viti i largët. Është tani. Një vit e gjysmë para 2 vitesh për të qenë korrekt. Dhe ata e zbulojnë, e kanë gjurmëshmërinë, por kur fillon edhe hyn në ujërat tona, është duket. Kur godasim ne patjon? Kur I godasim këto linja të trafikut të drogës? Ka ndonjë moment që Shqipërisë intereson t'i godasin në një X moment të caktuar, apo kur grumbullohen fakte, apo indicie të mjaftueshme që ne mund të bëjmë goditje? Një miku im thotë që nga një herë më duket sikur kjo mënyrë se si funksionon drejtësia nuk është të ndëshkosh shkelsin e ligjit, por është një dëm. Veprojnë jo për të zbatuar, por për të dëmtuar, e thot ai. Për dëmtuar kë? Qytetarin e thjesht? Ato që nuk ka lidhje. Në fakt kjo lloj mënyre të thënit krijon perceptimin sikur kuptimi I kësaj fraze që citova do të thotë që vepron kur shfaqet një nesti angon. Që do thotë I ngel asi në duar. Edhe s'ka ç'bën. Edhe nuk ka ç'bën, do ta hetoj për shembull. Sot nuk është bërë nga autoritetet e zbatimit të ligjit për ta identifikuar, ndoshta për ta ditur për vete se është palishmëri nga një anë të ekspozosh një kallëzues, se vetëm pak më parë e tham që kallëzuesi. Të mbahet sa më I rezervuar dhe sa më I fshet, sepse në një farë mënyrë është bashkëpunëtor. Nuk ka mundësi të gjejë më flisë që e përmendë se ç'është ta përmend, po nga që e përmendë morë si referencë pak më herët. Një nes janë goni që çudit botën, se kush është edhe nuk di se kush është, ama ai e fundosi sipas procedurës e thekson Spaku tani. Ti jemi realist. Ai e fundosi kryetarin e bashkisë. Nëse janë shumë ndodh në shumicën e rasteve edhe me goditjen e fraksioneve, sepse ata nuk është se kanë godit drejtësia shqiptare në ndonjë grup të strukturuar kriminal, sikur se thotë, janë fraksione të grupeve të strukturuara kriminale. Dhe nuk është se kanë godit në një fraksion për shkak të këtyre hetimeve që thash unë, të njerëzve në terren, ulëmtimeve të thella, provimi përmes dëshmive, përmes provave të pakundërshtueshme. Pra, duket sikur veprojnë kur diçka ju vjen gati, ose nga antimafia, ose nga Eurojusti, Europoli, agjenci tjera partnere që kanë qenë deri në Finland kohët e fundit, një operacion që u bë, apo Gjermania, apo Belgjika. Vende të tjera europiane. Dhe vinë, pra janë në një farë mënyrë nesti angona këta. Që përmenda. Që I sillin ato gjërat edhe I ke, nuk ke nga shkon. Edhe këtu kthehemi tek ajo që ndoshta ka një perceptim të jep atë përshtypjen që është një perceptim I gabuar që kjo lloj drejtësie më duket sikur bën dëm edhe nuk çullos gjë. Të gjitha, domethënë në 6 janë 5 janë kompani të cilat merren me banane. Në këto kushte jemi. Merren me banane, zyrtarisht. Banane dhe banane përsipër, e kupton? Janë. Po ku shkojnë me gjithë këto banane? Po shtu ti rritur konsumi I brendshëm në Shqipëri? Në Shqipëri. Se mund bën përshtypjen se ne jemi hapur si. Nuk I shoh këto bananat edhe po ndoshta nga që është bën shpejt, se nuk I sheh për shembull ndryshe nga që domatet, kastravecat, që hidhen nëpër e ke para ato fermerët nga Lushnja sidomos. Që I hedhin nëpër lumej, nëpër kështu. Ata kanë sasi prodhimi, kurse këta kanë përshtypjen këta e dinë se sa do duhet importuar. Ndoshta ne ja fusim edhe kot ku shkojnë gjithë këto banane. Po pse si shohim, këto konsumohen në kërkohen. Kështu që se s'po I shohim duke I hedhur. Kështu që me pak ironi thënë që ndoshta nuk do duhet të marrim për sa kohë. Megjithatë, Spaku I ka janë të shëndetshme. Po patjetër Spaku tashmë I ka raportet, një investigim I mirë është bërë, kështu që edhe një sy do duhet mbajtur edhe nga frutat ekzotike që na vijnë nga jashtë, sepse siç rezultojnë mund të jenë linja të forta të transportit të drograve të forta të natyrës siç është kokaina që vjen nga Amerika Latine, kalojnë në Shqipëri dhe një pjesë sigurisht e vogël mbetetuese, pjesa tjetër do duhet të kalojnë në vende të tjera. Dhe një gjë interesante Fation që harrova ta përmendja ishte fakti që
një pjesë e këtyre kompanive ndërpren aktivitetin le themi importeve me Shqipërinë dhe e kaluan nëpërmjet Greqisë. Po. Kjo është e gjëra që më bëri domethënë përshtypje.